Mirëditë dhe përshëndetje miq të Partizani Channel. Mirë se erdhët në këtë transmetim live teksa jemi në një përballje të zjarrt. Luhet sot takimi i javës 15 për grup moshën 9 vjeçar mes Partizanit dhe Laçit. Sot vetëm ta dërgoj në rrjet, kjo është e rëndësishme këto momente. Krosimi te qendrës, goditja që jashtë. Ishte një mundësi mjaft e mirë, goditja e Nejt Banushit. Kërkohet zona, topi është drejt qendrës, duhet dalje me jeshme. Dhe bën mjaft mirë Zadeja. Hidaliu me shpejtësi që zbarkon drejt zonës, shikon dhe qendrën, largon Dervishi për një moment, i rikthehet sërish topi Hidraliut. Me forcë tashmë Laçi kërkon me këmbgulje ta çojë deri në fund të aksionit gjatë, mundësia për goditë bllokon Vata. Një top i bllokuar në një moment shumë të rrezikshëm. Megjithatë Himallari përfiton. Le të shikojmë nëse do arrijë Himallari, goditja qendrore. E provon Himallari, nuk i nda Tenela. I afrohet dhe bën mjaft mirë, Kazim ka kuptuar gjithçka. Menuatin e tij, Kazim duhet goditja, hapësira krijohet, mundësia për Banushin. Le të shikojmë goditja dhe topi shkon në rrjet, shënon Partizani. 1-0, shënon Nejt Banushi, por çfarë veprimi mjaft i bukur i Kazim. Shënon Partizani, bën gjithçka mjaft mirë Kazim duke vjedhur, duke rikuperuar atë top të bukur ndaj 17 vjeçarit Nikollit, e më pas me shumë klas, me shumë zjarr si asistoi për Nejt Banushin ky fundit me qetësinë më të madhe, dërgoi në rrjet rrezikshme. Ndërkohë që kërkohet Renga, por edhe kjo mundësi tashmë është Renga, godet me kokë Himallari me të parën që nuk arrit jap goditje plot, tashmë ka dhe një Himallari. E provon me këtë parabël dhe shkon në rrjet. Shkon në rrjet me të djatën, Himallari as vet nuk e beson, por një gol fantastik në arenën e Demave. E provoi me të majtin e tij të bukur, por nuk arriti, e më pas tha pse jo, le ta provojmë të djatën me një parabël kryevepër ky gol. Le ta shikojmë, ta shohim edhe një herë teksa regjia bëhet gati të na ofrojë këtë moment mjaft të bukur. Vata, topi mbetet në vijë, largon Vata. Tashmë mundësia për Himallarin, që bën mjaft mirë, ka mbetur dëmtuar. Jo thot gjyqtari Mishemi, ja të Partizani, ka mundësi për të provuar, për të rrezikuar. Është Kazim, kërkohet asistimi, i tillë është dhe mundësia për golin e tretë, por nuk vlen. Edhe një herë një asistim në detaj i Kazim, por ky gol mjaft i bukur i Partizanit është vlerësuar nga një flamur i ngritur që duhet të ripar. Një tentativë drejtë në portë, ngjitur me shtyllën e djathtë, kërkoi të surprizoj Partizani. Ndërkohë që një lajm tjetër pozitiv është fitoria e skuadrës së 14 vjeçarëve. Hykollari me do pjet i ka dhënë fitoren 14 vjeçarë në fushën e Shënkollit. Marku, Hidraliu, Bejbas, goditja, shkon në rrjet. Ngushtohet diferenca, shumë e ftohtë, shumë e qetë mbrojtja e Partizanit. Banushi, një prekje lehtë për Kazim. Me forcë Kazimi për një tjetër mënyrë. Edhe kjo goditje shkon jashtë kuadratit. Dhe ishte fantastike nëse do të arrinte Trekëndxhi, por shumë gjitur shkoi kjo e majt potente e Kazim Ogule. E ndërsa shikoj me kujdes, nuk kemi zëvendësime nga dy skuadra, pra duke filluar me Partizanin, por shkojmë të mundësi për Partizani. Shnela, goditje me jeshme shkon mbi traun e Portës së Likës, drejt zonës dhe Portës. Është Hidri, që godet vete jashtë. Shumë pranë kjo goditje Erges Hidrit, ngjitur me shtyllën e djathtë të Portës së Likës. Forca edhe shumë agresivitet mbrojtjes së Partizanit, e rrezikshme ky moment, goditje që shkon në rrjet. Asistuesi i golit të parë, por edhe krijuesi i disa aksioneve me plot fantezi, gjallëri dhe rrezikshmëri që fatkeqësisht jo të gjithë janë mbyllur me sukses. Topi drejt tij, mundësia për provuar. Arapi kërkon hapësirën, lëviz Arapi, kërkon tek Hidri, goditje me është traversa më pas Kazim. Traversërishe pa besueshme, mundësia për provuar një herë. Hysaliu, Renga, Kazim, e më pas në vështirësi Hidraliu. Nuk ka asgjë, loja që vijon me sulën e Partizanit, por ka mbetur dy lojtarë të shtryer në fushë. Sa me fat Laçi në këto çaste. Dy tentativa të një pas njësh, dy transversa. 85 minutë, 5 nga fundi. Çamili i let ky krosi, ky top i hedhur me dorë, ndërkohë që Hidri bën mirë. Kazim, edhe kjo tentativë, le të shikojmë, është 11 metrash. Kazim pra, ai që ka bërë gjithçka deri në këto çaste, 11 metrash më së i dukshëm, i qartë. Momente emocionuese në arenën e Demave, numri 46 që përkon dhe numrin vitin
e krimit të klubit Partizani. Niset Renga, goditja që shkon në rjet, shënon Partizani, 3-2 dhe festa e kuqe në arena e demave. Në delir numri 46, autori i 8 golave, shënon Partizani, 3-2 tashmë. Rikthehet dhe herë festa gëzimi në kampin e kuq. Për i dhe në fund të takimi që nuk po mbaron kur. Një fitore Partizanit. Edhe kaq mjafton 19 minuta shtesë për të mbyllur një sfidë të luftuar, një sfidë të fituar, një sfidë të dominuar nga skuadra e Partizanit që merr kryesimin